Ish futbollisti i Francis 23 është demaskuar si trafikant droge pasi përdori emrin e ekipit të tij si fjalëkalim në EncroChat, një shërbim komunikimi i koduar i popularizuar në mesin e kriminalëve për komunikime të sigurta. Francis 23, një ish mbrojtës i njohur 62 vjeçar, i njohur në botën e futbollit si Fani, u zhyt në botën e krimit dhe drogës në Liverpool pasi vari këpucët në gozhd. Sipas mediumit britanik The Sun, ish futbollisti luajti një rol kyç në operacione, duke shpërndar kokainë dhe ketamin me vlerë gati 600.000 euro në rrugët e Liverpoolit. Agjentët e Agjencisë Kombëtare kundër krimit zbuluan në vitin 2020 se Francis 23 përdorte platformën në emrin Deal Forest për të ndarë detajet e transaksioneve dhe dërgesave të drogës. Ata ishin në gjendje të hynin në të gjitha këto informacione me fjalëkalimin e tij, Barrow, emri ish klubit të tij Barrow FC, ku ai ishte gjithashtu drejtor. Francis 23, i cili u arrestuan në nëntor të 2025-s, u paraqit para gjykatës së kurorës në Liverpool dhe pranoi se kishte bashkëpunuar për furnizimin me kokainë dhe ketamin, si dhe për pastrimin e parave. Një gjykatës e dënoi ish futbollistin me 9 vite burg, që nga viti 2016 në caja britanike kishte punuar me Agjencinë Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit për të monitoruar EncroChatin. Edhe në vitin 2020 ata arritën të infiltronin platformën. Përparimi i madh i operacionit erdhi në janar 2020 kur autoritetet franceze zhvilluan një hakim që u lejonte atyre të dërgonin një përditësim software-i në të gjithë telefonat në platformë. Pasi u përditësuan bandat kriminale pa e ditur, u dhanë agjencive qasje të papar në komunikimet e tyre.